Në famullinë e Shën Pjetrit e Palit në Gjakov krahas meshës së orës 9 dhe 12 gjatë pasdites u mbajt edhe një meshë tjetër në shënim të festës së Pashkëve, e njohur si një nga festat më të rëndësishme të kalendarit fetar. Kjo ditë e shenjtë përkujton ringjalljen e Jezu Krishtit duke simbolizuar fitoren e jetës mbi vdekjen dhe duke sjellë një mesazh të fuqishëm shprehse paqe dhe ripërtrirje shpirtërore. Meshën orës 18 udhëheqi Patër Lorenz Gavran, i cili gjatë predikimit të tij uroi të gjithë besimtarët për festën e Pashkëve, duke folur për domethënien e ringjalljes së Krishtit dhe rëndësisë së besimit. Ne të krishterë festën e Pashkëve e kremtojmë që 2000 vjet. I njohim mirë të gjitha faktet e dukshme për sytë e njeriut dhe të gjitha dëshmit në lidhje me ringjalljen e Jezu Krishtit, por megjithatë, ringjallja e Jezu Krishtit mbetet edhe matutje mister i paarritshëm për ne dhe për çdo njeri. Njeriut nuk mund ta fotografojmë. Asnjë aparat nuk ka mujt e nuk ish mujt me fotografu ringjalljen e Krishtit. Nuk mund të vizatojmë piktorët më të përsosur, nuk mund të shpjegojmë mjekët më të shkolluar, as matematika, as fizika, as kimia, as astronomia dhe as një shkencë tjetër. Mund të pranojmë vetëm si dhuratë të vetë zbulimit të Zotit. Mund të pranojmë vetëm zemra e hapur për hirin e Zotit, zemra e gatshme për t'i besuar fjalës së Zotit. Gjatë meshës së sotme u mbajtën edhe leximet e fjalës së Zotit. Ato u lexuan nga motra Irena Pitaçi për të vazhduar tutje edhe nga Iliriana Koni. Duke filluar nga Galileja pas pakëzimit që predikoi Gjoni, hyn Jezusi prej Nazaretit e shukuroi me shpirtin shenjtë e me pushtet. Atë që e përshkoi vendin duke bërë mirë e duke shëruar të gjithë ata që kishin rënë nën pushtet të djallit, sepse hyj ishte me të. Ne jemi dëshmitar për të gjitha që bëjnë mbar krahinën e Judejës e në Jerusalem. E vran duke varur në shtyllë. Hyje në gjallit të tretën ditë dhe bëj që të ftohet i gjallë. Jo mbar popullit në përgjithësi, por dëshmitarve prej hyj të paracaktuar, neve që bashkë me të kemi ngrënë e kemi pirë pasi u ngjall prej të vdekurish. E djathta e Zotit u madhërua, e djathta e Zotit me lartësoj. Çdo të vdes të jetoj dua, do t'i kumtoj veprat e Zotit. Të gjitha leximet u dëgjuan me përkushtim nga besimtarët që kishin mbushur ulset në këtë ditë festive. Këtë atmosferë të qetë shpirtërore colli edhe më afër voglushja Ariana Kola me leximet e saj. Për ne këtu të pranishëm që pjesëmarrja në këtë Euharisti të na rijap forcën e nevojshme për shpalljen dhe dëshminë në jetën tonë. Të lutemi. Ndërsa Patër Aleksandër Tanushi, duke uruar besimtarët për festën e Pashkëve, ndaloi edhe të përkushtimi që besimtarët i bëjnë kësaj feste. Uroj që ringjallja e Krishtit le të jetë pjesë e çdo familje, pra mos të lejojmë që ato vështirësitë e jetës ta zvoglojnë dashninë mes njerëzve, por vërtet kjo ngjallje e Krishtit le të jetë ngjallje edhe për gjithë që ta duam, ta nderojmë e ta respektojmë njëri tjetrin dhe të kontribuojmë për vendin tonë sa më bukur dhe më mirë. Kjo festë nuk është vetëm një moment reflektimi shpirtëror, por edhe një mundësi për të forcuar lidhjet familjare dhe shoqërore, tha besimtari Janes Frokaj. Pashtja vjen pas 40 ditësh përgatitje dhe reflektimi, domethënë që 40 ditë çdo i krishterë gjatë kësaj kohe mundohet që me vepra, e sidomos ndaj të varfërve, t'ju shërben e t'ju ndihmon,
dhe të përgatitet që me ditën e sodit, pra me ditën e ringjalljes së Krishtit, të kremtohet dhe të jetë i përgatitur për këtë ditë. Do me thonë secili krishterë që kalon dhe beson këtë kohë, është i përgatitur dhe me zemër uron secili njeri. Gjatë të gjithë ditës së sotme, në të gjitha famullitë në Gjakov, janë mbajtur 12 meshë me qëllim që të përcjellet sa më mirë mesazhi i tolerancës e mirëkuptimit ndaj njëri tjetrit.